E ardhmja e kapitenit të Shqipërisë Berat Gjimshiti në ekipin e Atalantës ka marrë tjetër qasje pas largimit të trajnerit Gasperini, që ndërmbrojtësit shqiptar i përfundon kontrata në verën e vitit të ardhshëm dhe shanset që skuadra bergamaske t'i rinovojë kontratën janë të pakta, marrë shkas dhe prej moshës 32 vjeçare. Mediat greke bujnë të ditur se rekordmenët e Olympiakosit janë të interesuar për Gjimshitin transferim me parametra zero gjatë merkatos së verës 2026. Aventura për liderin e kombëtares në Superligën greke do të ishte një rësi, aq më tepër te klubi më i madh në tokën helene. Berat Gjimshiti është padyshim një nga protagonistët kryesorë jo vetëm në radhët e kombëtares shqiptare, ku mban shëritin e kapitenit, por edhe në radhët e Atalantës, ku është një nga elementet më me eksperiencë, dhe këtë eksperiencë tregon shpesh jo vetëm në mbrojtje, por edhe në sulm, duke nisur aksione të rëndësishme apo dhe duke finalizuar vetë, siç ndodhi në ndeshjen e sotme të Kupës së Italisë ndaj Genoas. Në takimin e luajtur në Bergamo, ku regjistrohej minuta 19 e sfidës, Atalanta gjeti avantazhin pikërisht fal Gjimshitit, i cili në zhvillimin e një goditje këndi qëndroi në zonën kundërshtare duke pritur një harkim i cili erdhi nga Zalewski, dhe mbrojtësi e ktheu sferën në rrjet me një gjuajtje perfekte me kokë në shtyllën ku nuk mbërrinte dot portieri për një gol që do ta kishin zilisht shumë sulmues.